Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Tabaraka wa Taala, i cili i zbriti librin të dërguarit të tij dhe i cili udhëzoi njerëzit mbas humbjes, dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, salavat dhe selamat e shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Autori e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah në librin e tij El Kabair, mëkatet e mëdha, vazhdon me tema tjera dhe në vazhdim thot: Babun dhikru maradhil qalbi wa mauti. Kapitulli cilin përmend smundjen e zemrës dhe vdekjen e saj. Pra pasi që autori flet për rrenën, për gënjeshtrën, e cila është cilësi e pabesimtarëve, e cila është cilësi e munafikëve, dhe pasojat që vinë prej saj, atë në vazhdim flet këtë kapitull për zemrën, smundjen e saj, edhe që ndryshe Allahu njerëz me zemrat të smura i ka quajt munafikat, i ka quajt pabesimtarët. Smundja e zemrës është dy lloje. Lloji i parë ndërlidhet me smundjet të cilat ndërlidhen me njohurit, me diturit, e që ndryshe njihen si dyshimet ose shubuhatet. Dhe janë smundje tjera të cilat lidhet me veprimet e njerëzve e që janë epshet. Këto dy lloj smundjesh e smundin zemrën deri në atë masë sa që edhe vjen deri te vdekja e saj. Autori në këtë kapitull sjell dy ajete dhe hadithe të tjera ku thot, fillimisht thot Allahu Azza wa Jall: Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakzibun. Allahu Azza wa Jall, në zemrat e tyre ka një smundje, cilën Allahu vetë e shton dhe e rrit atë zemër, atë smundje pra në zemrën e tyre. Walahum adhabun alimun, ata i pret dënim i dëmshëm për shkak dyshtërësisë ose munafikisë, hipokrizisë ose për gënjeshtrimit që kanë bërë. Pra Allah Azza wa Jall në këtë sure i përshkruan munafikat, hipokrit, njerëz me zemër të smur. Pra kanë smundje në zemrën e tyre, e cila veç se vjen e shtohet. Po ashtu në ajetin tjetër Allahu thot: La illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Sallallahu Azza wa Jall në këtë ajet në surën Al-Ahzab thot: nëse munafikat ose hipokrit nuk ju dhojnë fund veprave të tyre, dhe më thonë veprave të këqija të cilat kanë bërë. Po ashtu ata të cilët në zemrat e tyre kanë smundje, ose të cilët në zemrat e tyre kanë smundje. Wal murjifuna fil Medine, dhe ata të cilët përhapin rrena dhe gënjeshtra në Medinë. Nëse nuk ndalojnë pra, ne do të bëjmë që ti të triumfosh mbi ta, ose ti mbisondosh ata, pastaj ata i kanë ditë e numërume, pak do të qëndrojnë me ty dhe do të largohen. Thot: mel'unina aynama thuqifu, janë të mallkum, ku do që ndodhen ata? Por njerëz të mallkum, për shkak zemrave të smura që i kanë. Njerëz të mallkum, thot: aynama thuqifu, ku do që ndodhen? Ukhidhu wa qutilu taqtila, ata do të kapen
dhe do të vriten. I dërguari sallallahu alaihi wasallam tregon ose na thot: Innal mu'mina idha adhnaba dhanban kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sot pejgamberi alayhis salam kur besimtari bën një mëkat, bën një gjuna, alaykum salam wa formohet një njoll në zemrën e tij, një njoll e zezë në zemrën e tij. Fa idha taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu. Nëse besimtari pendohet, largohet nga ajo keqe, i shmanget asaj, zemra e tij pastrohet. Wa in zada zadat hatta ta'lu qalba. Po nëse ato shtohen, mëkatet shtohen, to njolla pastaj shumohen, atëherë thot deri në atë mos sa e mbulojnë zemrën e njeriut. فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sot pejgamberi sa e kjo është ai ndryshku. Mëkatet mas mëkate, njoll mas njolle. Dhe to janë pastaj kjo është ai ndryshku që për cilin Allahu thot në Kur'an, jo, nuk është ashtu, flet për ma herët ndërlidhet kuptimi me ajete tjera, por mbi zemrat e tyre ka ndryshk që i kanë mbulu për shkak veprave që i kanë punu. Po ndryshku i mbulon. Kraja që pejgamberi sa më përmend në këtë hadith, realisht flet për pabesimtarët, flet për qafira se si zemrat e tyre janë të mbulume me ndryshk, i kanë mbulu ndryshku. Jo pa drejtësi pe Allahut azza wa jall, po për shkak veprave që ata i kanë punu. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam e kam përmend këtë ajet përderisa është për kënd të fola për pabesimtar, po fleta për muslimanin. Sot besimtari muslimani kur të bën një mëkat formohet një njoll në zemrën e tij. Flet për besimtarin. Mirë po ka përmend një ajet i cili flet për pabesimtarët për arsye se mëkatet atje të çojnë. Gjunohet atje të qojnë. Çdo mëkat është degë e kufrit. Sikurse që punët e mira janë degë të imanit. Atë nga njëherë kur argumentohet dikush me ajete dhe hadithe të cilat flasin për pabesimtarët, mirë po tematika është për musliman, nuk ka qëllimi me i bot tekfir ose me i gjuku për pabesimtar musliman. Me po paralajmërim nga rreziku ku i qënë ajo vepër ose ajo rrugë që ata ndjekin. Në lidhje me këtë, Ameshi rahimahullah thot se Mujahidi rahimahullah na ka shpjegu me dorën e tij praktikisht pro këtë ndryshk ose këtë njëllosje të zemrës. Dhe thot na ka shpjegu thot me dorën e tij. Thot njerëzit fjala ka dietarët, sahabët më herët, e kanë kuptuar këtë thot se zemra thot është sikur se dora. Dhe tash thot kur besimtari se kur robi bën një mëkat, thot njëlloset pra një pikë e zemrës edhe e merr gishtin e tij të vogël edhe e bashkon. Pastaj thot nëse bën edhe një mëkat, edhe në mëkat tjetër mbulohet me tjetrën e tjetër derisa zemra është e shtrim, është e pastër, është e qiltërt. Mirë po ajo rëndohet edhe ngarkohet ose mbulohet me mëkate dhe gjunohe, thot e pastaj vulloset zemra. Këto mëkate dhe këto gjunohe e vullosin zemrën, thot dhe kjo është ai ndryshku i cili ka ardhur, domethënë ose i cili është përmend. Megjithatë, autori përmend se Ibn Jarir rahimahullah transmeton nga Abi Kuraybi radiallahu anhu dhe nga Waqi i cili ka thonë se Mujahidi ka përkthy e ka shpjeguar edhe një formë tjetër se janë disa shprehje që kanë ardhur rreth ndryshku të mbylljes, zbulosjes së zemrës. Thot, ndryshku i zemrës është më i lehtë se sa vulosja. Mujahidi shpjegon se kur ajetet që përmendin për vulosjen e zemrës, do të thonë kjo është më shumë se sa një ndryshk, e ka mbulu ndryshku.
Mirë, po kur është ndrysh aq shumë sa që ajo pastaj është vulos. Thot edhe por vulosja praptot është më e lehtë se sa el-iqfal. Drynuesja, me anxhi drynin. Kanë ajete të cilat tregojnë për zemrat e besimtarëve të cilat janë mbyllur në dry. Domethënë kur arrin zemra deri në çat mos, saqë të mbyllet komplet, s'mundet udhëzimi me mrinë atë zemër. S'mundet drita me mrinë atë zemër. E ka mbledh ndryshku, është volos, është drynzu, është dryu saqë nuk ka mundësi më udhëzimi me mrinë në atë zemër, Allahu na ruaj. Gjithashtu autori përmend vazhdim një hadith i cili gjykohet si hadith i dobët, po kuptimi është i pranueshëm. I atribuohet pra kjo thonje pejgamberit që ka thonë se zemrat janë katër lloje. Thot qalbun ajral, zemër e pastërt, e që ka në te një kandil i cili shkëlqen. Pastaj thot qalbun aghlaf, zemër e mbyllur. Thot është e lidhur, është e mbulume dhe e lidhur me një mbuloj. Pastaj thot qalbun mankus, zemër e përmbysne. Thot wa qalbun musfah, dhe zemra e katërt lloji katërt i zemrës, zemër e cila është dy faqe ose me dy anë. Dhe vazhdon dhe thot, sa e përket zemrës së pastërt, thot, është zemra e besimtarit. Dhe kandili i tij është drita e tij, pra drita e imanit, e besimit, e punëve të tij. Thot e zemra e mbyllur, thot është zemra e pabesimtarit. Kam rri pra deri sa mos që u mbulu komplet, është mbyll me dry. Pastaj thot sa i përket zemrës së përmbysne, është zemra e munafikut, hipokritit, i cili e ka kuptuar të vërtetën, po pastaj është përmbys, se e ka refuzuar, e ka përgënjeshtruar. Ndërsa thot zemra e cila është me dy anë ose me dy fytyra, thot është ajo zemër e cila është e përzime. Të ka edhe iman, mirë po ka edhe nifak. Thot e shembulli i imanit që është këtë zemër, është sikur se shembulli atij borit i cili lulëzon edhe gjelbron, e cili thot ujitet me ujë të pastërt. Ndërsa shembulli i nifakut, hipokrizisë që është në atë zemër, është shembulli i plagës e cila ushqehet me kelb edhe me gjak. Së dhe cila prej tyne e mund tjetrën, ajo mbizotron pastaj. Po është zemër i cila ka dy anë. Po nëse vazhdon edhe ujitet me ujë të pastërt, ajo pastaj lulëzon e gjelbron. Po nëse amun Allah na rujt, edhe ushqehet me qelbe, me gjake, atëherë i amun nifaku, i amun hipokrizia. Atëherë, pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm se zemra smundje dhe smundjat pastaj janë gradë dhe janë shkallë. Sa ma shumë që e rënon smundja, aq ma vështirë është shërimi i saj. Aq ma i rëndë është kurimi i saj. Kështu që besimtari duhet jetë vazhdimisht, domethënë i kujdesshëm që të bën tobe, pendohet, kthehet te Allah subhanahu wa taala. Për ata kemi nevojë për istighfarin më shumë se për gjithçka tjetër. Dhe shembullin më të mirë kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Autori në vazhdim përmend kapitullin e radhës ku thot dhikr ar-ridha bil ma'siyah. Kapitulli i cili flet rreth të kënaqurit me mëkatin. Kjo është edhe më e rëndë se më bën mëkatin në aspekt. Që njeriu, edhe pse vetë se bën mëkatin, kënaqet kur ndodh një mëkat dhe kur ndodh një keqje. I gëzohet kufrit, i gëzohet hipokrizisë, i gëzohet gjunohave tjera që ndodhen, amoralitetit, mosfaljes së namazit, veprave të këqija. Pra të kënaqurit me mëkat dhe me gëzu njeri mëkatit
që tregon se ajo zemër është rënd e smut. Dhe për këtë, fillimisht përmend fjalën e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Halakta illam ya'rif qalbaka al-ma'rufa wa yunkir al-munkar." Sa të jesh shkatru nëse zemra jote se pranon të mirën dhe nuk e refuzon të keqen. Po besimtari edhe nëse bjen mëkat, edhe nëse bjen një gjuna, nuk e don gjunohin. Zemra e tij e urren gjunohin. Edhe nëse mund habitet, edhe mund të mashtrohet, domethënë kjo është shpresa të ky njeri që të pendohet, të largohet, është shumë e madhe. Mirë po shkatru ai njeri i cili ka mrit deri në çat shkollë, saqë nuk e pranon të mirën, nuk e don të mirën, dhe nënën tjetër nuk e refuzon të keqen, po pranon dhe e don të keqen. Pastaj autori sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilin e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri." Sot pejgamberi sa nuk ka pejgamber cilin Allahu e ka dërguar para meje, vetëse ka caktuar për atë pejgamber po një grup të popullit të tij, shok të tij havariun, të cilët ju në kopë për sunetin e tij, traditën e atij pejgamberi, dhe kanë ndjek urdhrin e tij. E kanë pasu urdhrin e tij. Thumma innaha takhlufu min ba'dihi khuluf. Mirë po mas asoj gjeneratat më të mira në përpopull kanë gjeneratat që kanë shoqëruar pejgamber. Thotë mas asoj gjenerate, thotë atëherë vinë gjenerata yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Son atë që nuk e bojnë, pra veç flasin, a nuk veprojnë, ose veprojnë me atë që s'janë urdhëruar, pra e kundërshtojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Ai i cili lufton këta njerëz, thot me dorën e tij, ai është besimtar. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min. Kush i lufton me gjuhën e tij, është besimtar. Wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min. E kush i lufton me zemrën e tij, ai është besimtar. Wa laysa wara'a dhalika min al-imani habatu khardal. Po mas kësaj s'ka mo iman as zerja. Të keqë njeriu e largon me dorën e tij, nëse ka mundësi. Nëse është dorën e tij, e largon me dorën e tij. Nëse s'e ka atë mundësi, s'po ku këshillon, e largon me gjuhën e tij, nëse ka këtë mundësi. Po nëse si ka këtu mundësi asnjë, e keni mundësi të fundit. Ajo është që ti me luftu të keqen, mos me pranu me zemër. Luftoj me zemrën tonë, mos e prano me zemrën tonë. Mirë po nëse edhe këtë njeriu nuk e bën, nuk mbetet masoj grade imon zemrën e njeriu. Nëse zemra e tij ka mri deri në çfarë shkollë, saqë të keqen e pranon dhe nuk e kundërshton, nuk e lufton me zemrën e tij, atëherë nuk ka metot, s'ka thot pejgamberi imon asani grimç në këtë zemër. E nga këtu vjen rreziku, dhe prej këtu, ose ky është kuptimi i fjalës Abdullah ibn Mas'udit. Ai e shkatru nëse zemra jote nuk e pranon të mirën dhe nuk e refuzon të keqen. Se me dorë shumë raste sot dorë tonë s'kem mundësi me ndryshu të keqen. Ka raste që as me fol nuk mundesh, nuk e ki atë drejtë ose me thonë, ose rrezikohesh, ose nuk merret fjala, ose nuk i ofër atij personi. Për arsye të caktuar, mirë po me zemër e ki obligim të urrësh dhe të mos e pranosh të keqen. Pastaj autori përmend në këtë kapitull hadithin tjetër cilin e ka shënuar Imam Muslimi rahimahullah, thotë se dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që na paralajmëron se çka komentohet në të ardhmen. Sot do të caktohen mbi ju umara e mira ose udhëhec. Nashtoj emir, princ, nashtoj mbret, nashtoj president, nashtoj kryetar, çu çdo. Do të jenë pranë kryet të juajin, pra do t'ju prinë, do t'ju udhëhecin princa dhe njerëz
Thot, fe ta'rifune wa tunkirun. Pra ko gjona të cilat i pranoni prej tyne, a janë gjona të mira, të pranueshme, po ko gjona të cilat janë të papranueshme. Pro bojnë mëkate, bojnë gjunohe, nxisin punë këqija, thrasin punë këqija. Faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim. Ai cili urren këtë keqe që është të këta udhëhec, të këta mbret, princa, kryetar, president, çka do të qenë. Thot ai që i urren këtë, ai është distancu prej tyne, ai është i pastër, është pastru prej tyne. Thot ai që i kundërshton, domethënë nuk i pranon, pra ai zemër që nuk i pranon, thot ai ka shpëtu. Kjo kërkohet për zemrës tonë, nëse s'munesh me dorë me bë diçka. Se zakonisht u mor ky shembull pse se njerëz që kanë pushtet nuk i fuqiti me ndërhy. Shumica e rasteve nuk janë në dorën tonë me ndryshu gjonat. Atëherë na tregon pejgamberi sa cili është ai minimumi i imanit dhe besimit. Nëse njeriu me zemrën e tij nuk i don ato vepra që ata i bojnë, nuk i pranon, atëherë është i distancuar edhe është i pastruar ose i ruajtur, i shpëtuar, selim e ka shpëtuar. Walakin man radiya wa taba. Mirë, po ku është e keqja? E keqja është për ato i cilë është i kënaqur me ato vepra tyne dhe i ndjek dhe i vepron ato. Këtu është e keqja. Këtu është problemi. Normal ata kanë përgjegjësinë e vet. Mirë, po njerëzit e tjerë e kanë për obligim pra mos i pranojnë ato vepra të këqija, mos i dojnë ato të këqija. Po zemra tyne ti refuzon dhe të mos i pranojnë. Po ai i cili është i kënaqur me këto vepra të këqija dhe i bën pastaj ato. Këtu është e keqja. Për ata ka ardhur, domethënë vazhdon ose shpjegimi i kësaj, ej men kariha bi qalbihi wa ankara bi qalbi. Qëllimi është që njëri të mos i pranon dhe të kundërshton me zemrën e tij. Në një transmetim tjetër, e cila nuk është në Sahihun e Muslimit, thot fa ulaika humul halikun. Këta janë të shkatrum. Pra këta që i pranojnë këto të këqija që ata i bojnë dhe ose edhe i veprojnë vetë. Gjithashtu, kur jem këtu të smundja e zemrës me dosht të keqen, autori e ndërlidh edhe me një çështje që është e parafort me këtë, ku njeri me shpresu të keqen, ose me insistu me bo veprën e keqe. E që njeri i tillë e mrin gjunonin dhe mëkatin edhe nëse se bon hiq. Për momenti ku njeri insiston këngul me bo një mëkat, me bo një të keqe, edhe nëse nuk arrin me bo për në arsye të caktuar, ai e ka arrit gjunonin dhe mëkatin. Për ata thot, dhikr temenni al-ma'siyah wal hirs 'alayha. Kapitulli i cili flet për njëri me dëshiru të keqen me vepru dhe me insistu dhe mu përpjek për me mrit aja. Këto autori i sjell dy hadithe. Hadithi i parë është hadithi i njohur që përmend në dy sahihet ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot kur dy musliman përballen me shpatat e tyre, thot edhe vrasi edhe i vrami janë në zjarr. Thanë ja Rasulullah, sa e përket vrasit e qartë, që ka bo krim, ka bo mëkat, e ka vra, është vras. Mirë po i vrami, thot innehu kana harisan ala qatli sahibihi. Edhe kjo është mundu dhe është përpjek me mbyt shokën e tij. Edhe kjo, tjetër që s'ka mujt, veç pse ja ka grabita, e ka vra. Se dhe kjo është përpjek me vra. Po këto është problemi, kur njeriu përpjek edhe mundohet, pastaj pse s'ka mujt me realizu për në arsye të caktuar, atëherë ai mëkatin e ka mbri. Normal. Kuptimi i hadithit tash mos nalim është shumë se qëllimi është një përkujtim që njeri mos me dash me bot keqen, se përndryshe qëllimi se të dytë janë në zjarr është se të dytë e meritojnë zjarrin. Se na e dim se Allahu është ai i cili gjykon. Sa për këtë mëkateve të mëdha, me dosht i fal, me dosht ndëshkon me ta. Mirë, po të dytë janë në zjarr, po të dy partë e meritojnë zjarrin, e para. E dyta, në anën tjetër, vrasi
e ka mëkatin më të madh, në kuptimin se edhe ka dosh me vro shokun e tij, edhe e ka vro. Ndërsa ai i cili ka synu me vro ka mrim mëkatin, mirë po jo edhe vrasen. Këtu ka dallim realisht. Mirë po në faktin tash që ky s'ka mujt me vro dhe është i falur tash s'ka gjuna, jo. Se ka bë mëkat madh, ka bë gjuna të madh, ka insistuar me vro shokun e tij ose një musliman. Dhe hadithi i fundit përmend autori hadithin ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam sa shembulli i umetit është sikur se shembulli i 4 burrave. Pro krejt umetin, krejt njerëzit në umet që janë, së ndalin jashtë 4 këtyne llojeve të njerëzve. Sot i pari thot është ai njeri, cilit Allahu Azza wa Jall i ka dhënë pasuri dhe i ka dhënë dituri. E ai pastaj e shfrytëzon pasurinë e tij në bazë të diturisë që ka. E din çka është pasuria, e din cili është haku i pasurisë, e nxjerr zakatin, ndihmon me të, punon, domethënë synon që me atë pasuri sa është i dijshëm, synon me pasurinë e tij me arrit ahiretin, synon me pasurinë e tij me arrit xhenetin. Synon me pasurinë e tij me fol mëkatet dhe gjunohet. Domethënë punon me diturinë e tij. Të dhe njeriu i dytë, të është ai njeri që Zoti ka dhënë dituri, po si ka dhënë pasuni. Sot dhe çka thot? Thot as si kur kisha mall dhe pasuni si Fironi, se ai pore, do të kisha punu sikur se ai. Pse ky do të thonë ka dëshirë në punë të mira, s'është i dijshëm në kuptimin sheriatik, i dijshëm në kuptimin e ka kuptuar realitetin e jetës. Sot as si kur kisha pasuni sikur Filoni edhe unë, kisha me ndihmu nevojtar, kisha me dhënë sadaka, kisha me bë këtë punë të mirë. Sot ky arrin shpërblimin atij të parit. Pra shpërblimin e qëllimit, shpërblimin e njetit. Pastaj thot njeriu i tretë është njeriu i cilit Allahu i ka dhënë pasuri, po si ka dhënë dituri. Dhe ai e shfrytëzon pra pasurinë e tij udhën e rrudh që thot populli, domethënë se jap hakun e saj. Domethënë ky person është ngarkull dhe do t'ja përgjësi për mallin dhe pasurinë e tij që ka përdor në mënyrë të ndaluar. Mirë po thot njeri i katërt është ai njeri cilit Allahu Azza wa Jall nuk i ka dhënë as pasuni e as dituri. Dhe kjo çka thot? Sikur kisha mall si Filoni, çai keq, çai pa dishmi, sa ai nuk mendon se ai dishmi. Është i pa dishëm. Çka mendon ai? Ai mendon sikur ai pa dishmi. Sot sikur kisha mall si Filoni dhe kisha me vepru si vepron ai. A raki, a drog, a imoralitet, a më kënaqur vetë kësia. Sa njerëzit sot e shfaqin jetën e tyne dhe të kësijat e tyne në për këto rrjetet sociale. Kanë mall, kanë pasuni, udhëve të kësia, qefeve, dëshirave, të nasive të kësaj bote të ulta. Po shumë ai madh është numri i atyre që shpresojnë me pas mollin e tyne. Nuk e kanë, Nuk e kanë mollin e tyne. Po shpresojnë as sikur ti kishëm si Filoni, që edhe na me bë çu banaj. Subhanallah, njeriu me ky njet i keq, a diçka i shkatron njerëzit. I shkatron njerëzit. Sot për amërësëm, këta 2 persona me ka që njëjtë. Si ai që ka mall e vepron në rrugë të keqe, si ai që s'ka mall, mirë po mendon me bë sikur ai. Për me mbyll dersin, dietarët e shpjegojnë këtë dhe thonë se ky hadith a mundet më kuptu që vjen ndesh me hadithin e Pejgamberit alayhis salam, i cili thot kur njeriu të shkon mendja me bën të keqe dhe nuk e bën, ai ka një sevap. Kurse këtu po thotë ka gjunojnë e një. Andaj shpjegimi i kësaj është se dietarët bojnë dallim mes asoj që me të shku me anja, me bën një të mirë ose një të keqe, dhe mes asoj që njeri me bë azmi, thojnë, me dëshiru këmbgulje dhe dëshire flak që me posë ato edhe me bë njëjtë. Ky është dallimi. Se nëse njeri të shkon veç mendja me bën një të keqe dhe e nol mendjen e keqe, e largon, e lufton, ky njeri që e kalon atë mendje të keqe, ky ka problem.
A më njeri si të mendon shumë për të keqen, kalon ajo në dëshirë, në irade, mas iradës kalon në azm, vendosmëri me bëu atë, mos ka pengon njeriu mos me bëu të keqe, veç pse s'mundet. Andaj të ruhemi të mos jemi prej atyre që i dojmë i bëu të këqijat. Nëse na vijnë ndërmend ato, ti luftojmë ato, mos i prodhim ato. Një dallim për shembull që mundem me përmend këtu rreth me shku mendja dhe me vendos njëri me bëu diçka, me pos dëshirë me bëu diçka dhe me vendos me bëu diçka. Me marrë për shembull namazin. Nëse njëri është të fal namaz, është të fal namaz nafile, po e zomë, çfarë do namaz nafile, dhe i shkon mendja me shkput namazin. Po i shkon me mendja të ndërprej, po zomë me thret dikush, ose i shkon mendja me ndërprej. A e ka prish namazin? Nuk e ka prish namazin. Mirë, po nëse vendos me prish namazin, edhe nëse nuk e prish hiç dhe vazhdon, namazi i tij veç është or ndërprej. Sa veç ka vendosja e tij që me ndërprej namazin, faktikisht është vendim në farë forme dhe është i plot fuqishëm sikurse me dal komplet pe namazit. Andaj ky është ai dallimi, lut Allahu subhanahu wa taala na i pastron zemrat tona, lut Allahu subhanahu wa taala na ruan nga dyshimet, nga dëshirat e ulta, dëshirat e kota, nga mëkatet dhe gjunohet. Lut Allahu te bareke wa taala na bën prej atyre që i bindën Allah të azza wa jalla dhe i bindën të dërguarit sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.